Prej vitesh, pothuajse çdo investim i madh në Bregdet është i përqendruar nga Durrësi dhe deri në jug të Shqipërisë në fund. Por duket se harta ka filluar të ndryshojë. Për shumë vite, vëmendja e investitorëve dhe zhvilluesve të marka të njohura është fokusuar kryesisht në jugun e Shqipërisë. Dhe është normale, jugu kishte emrin, kishte turizmin dhe vëmendjen ndërkombëtare. Por, sipërmarrësit me vizion, rrallë herë shkojnë aty ku janë të gjithë. Ata kërkojnë atë që vjen më pas. Dhe vitet e fundit po shohim gjithnjë e më shumë interes të zhvendoset drejt veriut të Shqipërisë. Velipoja, Rana e Hedhën apo zona Tales dhe zonat e tjera që për dekada kanë mbetur pothuajse të paprekura, në pamje të parë kjo mund të duket si vonesë, por në realitet mund të jetë një avantazh më i madh që këto zona kanë sot, sepse kur një destinacion zhvillohet më vonë, ka mundësi të shmang gabimet që janë bërë diku tjetër. Ka mundësi të mos mbushet me ndërtime pa identitet, por të ndërtojë një standard të ri, me arkitekturë moderne, hoteleri cilësore, me marina, rezidenca të menduara për dekada dhe jo për një sezon. Dhe kur projektet e tilla fillojnë të shfaqen, nuk ndryshon vetëm pamja e zonës, por ndryshon e gjithë ekonomia. Nga turizmi, ndryshon perceptimi që tregu ka për atë destinacion. Dhe për këtë arsye, pyetja më interesante sot nuk është se çfarë ndodh në jug, por çfarë do ndodh në veriun shqiptar gjatë 10 viteve të ardhshme. Sepse historia më e madhe e Bregdetit shqiptar mund të mos jetë aty ku të gjithë po shkojnë sot, por mund të jetë aty ku shumica ende nuk po shikon. Sipas jush, cili do të jetë destinacioni që do të transformojë veriun shqiptar në dekadën e ardhshme? Më lini një koment.